protesta, nga që po ka shumë protagonizëm për protestën e kanë bërë vetë njerëzit. Dhe me njohje njerëzve të lirë që po protestojnë për padrejtësitë që u ndodhet atyre, për jetën e vështirë që kanë, po e bëjnë vetë ata. Dhe me njohje u shkon atyre. Sot, si dëgjova, sepse në kohë krizash përpiqen gjithë të marrin protagonizëm. Protesta e sotme e këtyre ditëve ka një gjë, është protestë reale, është protestë natyrale, është zëmrim shoqëror nga një padrejtësie të madhe që ka zënë vend në këtë vend. Është protesta e trive që nuk kanë shans, nuk gjejnë dot një punë pa njohur dikë, pa qenë pjesë në politikë. Kjo është Shqipëria vërtet dhe kjo është Shqipëria reale. Por arroganca është pika ku çon çdo forcë politike, çdo pushtet, çdo perandori drejt shkatrimit. Rujuni dhe keni kujdes nga arroganca, sepse arroganca ndodh kur ata autokratët, oligarkët, pushteti, dhe mos e thoni këtë më ne fitojmë shumë. Nuk fiton asnjë. Ajo protestë mund ta çojë gjithë Shqipërinë në destabilizim. Ajo është një protestë me shumë energji, dhe ka energji natyrale, ka energjinë e trive, ka energjinë e njerëzve pa shpresë, ka energjinë e njerëzve që është bërë padrejtësi, dhe padrejtësia ka hedhur perandori, jo partinë tuaj. Kështu që është mirë për Shqipërinë, lëreni arrogancën, reflektoni, mos recitoni, sepse kuvendi përfaqëson shqiptarët dhe është ndërtuar dy lloj realitetesh, por realiteti i madh është në rrugë. Demokracia vjen nga rruga. Partia nënë juaj e hoqi rruga, e hoqi njerëzit, se nesër mund të mbyllen qepenat, nesër mund dalin punëtorët dhe mund dalin gjithë shqiptarët. Ku do shkoni ju, si do e drejtoni ju Shqipërinë? Me bandën e Durrësit apo të Elbasanit? Prandaj reflektoni, sepse është sinjal i keq për Shqipërinë. Është gjë e keqe për Shqipërinë. Dhe merrni ato të marrin lidheni se i kanë nxjerrë ca parrulla, se është çmendur atje. Është bërë si klaun. Merrni lidheni sinqerisht. Nuk ka kryeministër në botë që sillet ashtu. As në asnjë lloj diktature, të asnjë lloj formati. Ata protestuesët kanë bërë ca parrulla brillante rreth tij, por fatkeqësisht ai është kryeministri i Shqipërisë. Dhe një çmendur mund ta çmendë gjithë Shqipërinë. Shqipëria ka nevojë të bëhet një vend normal. Sot ka ikur në çmendim. Faleminderit. Zonja Zegjine Çaushi. Ndoshta SBA-ja mund t'ja heqin non gradën Saliut, por shqiptarët nuk ja heqin non gradën Saliut. Nuk ja heqin për 97-ën, nuk ja heqin për Gërdecin, e në fund nuk ja heqin për 21 janarin. Këta duhet t'jenë të fundit që të flasin për atë protestën atje në bulevard, sepse ishin këta në kohën e tyre kur vran 4 qytetarë që po protestonin qytetarisht në atë bulevard. Dhe sa për ato nenet e rregullores që na i tregoni, e lexoni po patët kohë edhe atë nenin se përse kërkohet fjala për procedurë. I nderuar kryetar, deri tani është abuzuar me të drejtën për procedurë, por ju lutem të vazhdojmë me rendin e ditës. Faleminderit. Zoti Klliçi ka të drejtë në këtë pjesë, patjetër. Hapësira procedurë tani është bërë normë që shfrytëzohet për fjalime politike. Zonja Jorita Tabaku, fjalën procedurë.